Por gjithsesi, burri iku në punë, kjo luajti në dëbor me fëmijët, i çoi video tjëmës, u fut në shtëpi dhe i mbyti njërin pas tjetrit dhe pastaj kjo u hodh nga kati dytë. Ngeli i paralizuar, vazhdon të jetë paralizuar tër jetën, është paraplegjike, por u hodh që të vriste veten dhe shpëtoi në këtë rast. Dhe Lindsay është bërë një diskutim shumë i madh në Amerikë, sepse kjo ka kërkuar disa herë të vetë shtrohet në spital. Ka pasur episode të tjera. Fëmia e fundit ishte 8 muajsh, pra sa kishte lindur, ka një 5 vjeç, 3 vjeç, dhe ka kërkuar ndihmë her pas here që nuk jam mirë dhe më ndihmoni se mund vras fëmijët, i ka thënë burrit. Nuk jam në Terezi. Gjithmonë e kanë liruar se thashë nga burgu, po nga spitali, duke thënë që është okej, ka asnjë problem, është okej. Pastaj e diagnostikuan me postpartum, i dhanë disa ilaçe që thonë se dhe këto ilaçe ndikuan. Dhe tash natyrisht është diskutime dhe ky debati që e ka paramenduar krimin apo se ka paramenduar, apo janë medikamente psikiatrike që ka marrë në muajt para tragjedisë, ka marrë antidepresiv dhe barna kundër ankthit. Ka pas paqësi kronike, depresioni kishte të gjitha. Tani është diskutimi mes atyre që se kuptojnë postpartumin dhe atyre që mendojnë kjo vrau fëmijët e vet, futen në burg, dhe të tjerë që thonë ore, kjo ka qenë një situatë që nuk e ka kontrolluar. Dhe bashkëshorti i saj, i cili erdhi në shtëpi dhe gjeti 3 fëmijë të mbytur, dhe ai ka thënë kjo është një super nën, ka qenë një super nën gjatë gjithë kohës. Do të thënë, ka ndodhur kjo por që ka qenë shumë e përkushtuar. Pra ky është një rast thjesht psikoza postpartum, është një rast shumë i rëndë ky.